Këtu janë 7 arsye të forta për të pirë kafe pa u shqetësuar shumë. Kafeja stimulon performancën e trupit. Kur bëhet fjalë për çështje të vëmendjes, vigjilencës dhe përqendrimit, mund të mbështeteni plotësisht te kafeja. Kafeja ngre tensionin e gjakut. Kafeja mund të bëjë mrekulli për presionin e gjakut dhe të arrisë atë sa herë që jeni duke përjetuar vështirësi. Kafeja forcon imunitetin. Kafeja mund të mbrojë sistemin e mëlçisë, zemrës dhe tretjes në të njëjtën kohë. Kur përgatitni kafe, përdorni kafe të freskët, në vend të kafes së menjëhershme që ofron më pak lëndë ushqyese dhe mund të dëmtojë traktin e tretjes. Kafeja trajton dhimbjet e kokës. Si rezultat i përmbajtjes së lartë të kafeinës, kafeja mund të trajtojë dhimbjet e kokës dhe migrenës. Ajo siguron një lehtësim pa e mbushur organizmin me kimikale. Kafeja redukton stresin dhe depresionin. Kafeja mund të ndikojë si një agent natyror antistres, ndërkohë që shkakton çlirimin e dopaminës dhe serotoninës, komponentët kryesor për një humor të mirë. Edhe aroma e thjeshtë e kafes mund të përdoret si relaksues i mendjes dhe nervit. Kafeja përmirëson kujtesën. Kafeja përmban disa stimulues që forcojnë kujtesën. Kjo është veçanërisht e mirë për njerëzit që vuajnë nga humbja e kujtesës afatshkurtër. Kafeja inkurajon humbjen e peshës. Procesi i humbjes së peshës mund të stimulohet shumë duke pirë një filxhan kafe ose dy. Në rast se niveli i hormonit tuaj të leptinit është i ulët, trupi grumbullon yndyrna për ditë, fatkeqësisht dhe kështu ju shton më shumë peshë. Ajo që kafeja aktualisht bën është se rrit nivelet e leptinës në organizëm, kështu që siguron humbjen e shpejtë të peshës. Për shkak të tolerancës që krijon gradualisht, organizmi ndaj kafeinës, pas konsumit të përditshëm, për një periudhë të gjatë të saj, efektet e rritjes së tensionit janë të papërfillshme. Kështu që rreziqet prej konsumit të kafes nga persona me tension të lartë gjaku apo me sëmundje të zemrës janë shumë të vogla. Në fakt, e kundërta mund të jetë e vërtetë. Konsumi i kafes mund të reduktojë rreziqet e sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, nuk duhet lënë pa përmendur faktin se kafeja ka një përbërës të saj antioksidant të fuqishëm që nga ana e tyre kanë impakt mjaft pozitiv në organizëm. Si përfundim, konsumimi i përditshëm i kafes nuk shoqërohet me rrezik të shfaqjes apo rëndimit të problemeve kardiovaskulare. Gjithsesi, personat që kanë probleme të tilla dhe nuk janë konsumator të rregullt të kafes, do të thotë se organizmi i tyre mund të mos ketë krijuar tolerancë ndaj kafeinës. Duhet të presin deri në normalizimin e këtyre problemeve nëse duan të fusin kafen në dietën e tyre.